Si e shikoni të ardhmen e fëmijëve në Shqipëri? Ardhmja në Shqipëri është skandaloze. Pse skandaloze? Pse? Sepse këtu nuk ka një siguri nga shteti, prandaj. Se t'ishte siguria, çdo gjë është rregull, unë jetoj jashtë shteti, atje është çdo gjë me rregull, me e çon fëmin në shkollë, e ke të sigurt, e çon fëmin në kopsht, e ke të sigurt, këtu s'ke siguri fare. As në shkollë, as në kopsht, e çon punë, nuk e ke mjetet e punës siç duhen, për shembull me siguracione, me gjëra i sigurt. Domethënë, bën aksidente, bën çdo gjë është e paplanifikuar. I kam edukuar mirë, kanë mbarë shkollën, kanë marrë shkollën. E marrë shkollën, nuk ke ku gjesh punën që mbarove shkollën, do të shkojsh, i kam fëmijë jashtë shtetit unë, po ata po bëjnë punë që nuk është më bën, se kanë mbaruar shkollën për një gjë tjetër këtu. Atje nuk kanë jep ku shkollën, po s'bën edhe një herë shkollë. Ja kështu janë, është shumë e vështirë jeta këtu. Mund gjenin edhe punë në Shqipëri me atë profesion që kanë mbaruar. Po e gjen, po të kërkojnë para mi shoqe, të kërkojnë para me gjetë punën. Ja e pa ta parati, po nesër ndryshon tjetër, ikën ai nga ajo detyrë, që të ka fut fëmin ty në punë, edhe ta hek ai tjetër ty nga puna, kështu që ngelesh ata lekë që i ke dhënë ti si fiton edhe për 2 vjet. Ja kjo është Shqipëria.